është një lloj i tretë i të drejtave, të cilin një pjesë e madhe e njerëzve e kanë harruar, që është e drejta ndaj Zotit të lartësuar. Pra kur themi e drejta e Zotit, do më thënë detyrimet që kanë njerëzit karshi Zotit të tyre, që është falënderimi ndaj Zotit, adhurimi i Zotit, përkushtimi ndaj Tij, sepse në këtë jetë nuk ke ardhur kot, por ke ardhur me një mision të caktuar. Dhe këtë mision të caktuar për të cilin ti e krijuar, na e tregon më së miri feja apo thelbi i fesë. Pra, meqense Zoti i lartësuar të ka dhënë mirësi të shumta, të gjitha këto mirësi meritojnë falënderimin ndaj Tij dhe meritojnë adhurimin e Tij, ndaj ashtu sikurse Ti plotson të drejtat ndaj të tjerëve, të drejtat ndaj vetes, përpiqu të plotësosh të drejtën ndaj Zotit të gjithësisë. يظل يجي